Përshëndetje të nderuar televizionistë, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama ka hedhur poshtë pretendimet e opozitës për ngecje të negociatave në Bashkimin Evropian. Sipas tij, pridhje është një muaj vendimtar diskutimesh me vendet anëtare pas përfundimit të fazës së pyetjeve. Rama theksoi se procesi po ecën sipas kalendarit dhe nuk ka asnjë arsye për të folur për bllokim. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish ndaj kritikave të opozitës për një ngadalësim të procesit të integrimit evropian, duke i cilësuar ato të pabazuara. Gjatë një dalje publike, kreu i qeverisë theksoi se negociatat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian janë një fazë intensive diskutimesh me vendet anëtare pas mbledhjes së të gjitha pyetjeve në fund të muajit mars. Flitet e përflitet lart e poshtë për arsye të mosarsyes se negociatat janë bllokuar, janë ndaluar, janë penguar. Kjo është totalisht e pavërtet. Kush i thot këto nuk e ka fare iden se për çfarë flet. Negociatat nuk janë një shëtitje në lëndin, por janë një proces testimi i vazhdueshëm dhe provimesh të vazhdueshme. Dhe ky provim që tani zhvillohet mes nesh dhe vendeve anëtare është një provim kyç, por ama nuk ka absolutisht zero motiv për të folur për bllokim, për pengim. Jemi totalisht sipas agjendës së përcaktuar. Prilli është muaj i diskutimeve intensive, pasi në fund të marsit janë mbledhur të gjitha pyetjet e vendeve anëtare dhe pas diskutimeve do të vijë edhe vendimmarrja. Kryeministri u ndal dhe te çështja e korrupsionit duke kundërshtuar perceptimin se situata është përkeqësuar. Sipas tij, rritja e diskutimit publik mbi korrupsionin lidhet më shumë me perceptime dhe jo domosdoshmërisht me fakte konkrete. Të thuash që sot Shqipëria ka më shumë korrupsion se ndonjëherë më parë, do të thotë flasësh për çart. Natyrisht që sot flitet më shumë për korrupsionin, qoftë për shkaqe objektive, qoftë për shkaqe totalisht subjektive. Deklaratat si tij u bën gjatë prezantimit të portalit kombëtar të punësimit dhe aftësive, kur Rama vlerësoi rolin e administratës në avancimin e procesit të integrimit, duke theksuar se puna e institucioneve shqiptare ka fituar besimin e partnerëve evropian. Qindra punonjës të kësaj administrate, të cilët janë angazhuar në këtë proces shumë të ndërlikuar që prek të gjithë sektorët, e kanë përfaqësuar shtetin shqiptar me shumë dinjitet dhe kanë fituar respektin, vlerësimin dhe besimin e palës tjetër. Dhe pala tjetër është një palë që është servitur me dekada për t'ia nxjerrë jetën vendeve që janë ulur në tryezë për t'u bërë anëtarë të Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër, kreu i qeverisë bëri të ditur edhe hapjen e rreth 5000 vendeve të reja pune në administratën shtetërore, të dedikuara për të rinjtë e sapo diplomuar dhe profesionistët, si pjesë e përpjekjeve për të forcuar kapacitetit institucionale në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka kërkuar qeverisë një paketë lehtësuese për përballëmin e rritjes së çmimeve. Ai propozoi përgjysmimin e taksës për naftën dhe mbështetje për shtresat në nevojë dhe bizneset. Berisha akuzoi qeverinë për mungesë reagimi ndaj krizës ekonomike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar nga qeveria shqiptare marrjen e masave urgjente për të përballuar rritjen e kostos së jetesës, që sipas tij është përkeqësuar nga zhvillimet e fundit ndërkombëtare dhe tensionet në lindjen e mesme. Në fokus të propozimeve të tij është përgjysmimi i taksave mbi karburantet, një masë që sipas Berishës do të ndikonte drejt për drejt në uljen e çmimit për qytetarët dhe bizneset. Ai theksoi se niveli aktual i taksimit të naftës në Shqipëri është ndër më të larta dhe përbën një barë të rëndë për ekonominë. Nuk ka një vend në botë, nuk ekziston asnjë vend tjetër në botë që të ketë taksuar litrën e naftës 60% të çmimit me të cilën ajo shitet. Asnjë vend. Ky është niveli më i lartë në botë i taksave për litrën e naftës. Është niveli më absurd, më ndëshkues për qytetarët. Ndaj dhe ulja me urgjencë e kësaj barre fiskale është e domosdoshme për të parandaluar sadopak, për të amortizuar sadopak pasojat shumë të rënda
të efekteve të rritjes së çmimit të naftës. Sipas tij, përveç uljes së taksës, qeveria duhet të ndërhyjë me mbështetje direkte për shtresat në nevojë dhe bizneset e vogla për të shmangur falimentimin dhe për të lehtësuar ndikimin e krizës. Shtresat në nevojë, bizneset e vogla të marrin kompensimin e tyre për rritjen e çmimit të naftës, një kompensim i cili i mbron, u jep mundësi pensionistëve të vazhdojnë jetën e tyre dhe u jep mundësi bizneseve të vogla të përballojnë rritjen e çmimeve, të mos falimentojnë. Berisha u ndal dhe te situata e pensionistëve duke theksuar se ata janë ndër më të prekurit nga rritja e çmimeve. Ai akuzoi qeverinë se skemat e bonusit janë përdorur për qëllime elektorale dhe nuk ofrojnë zgjidhje afatgjatë për përballëmin e kostos së jetesës. Skema e bonusit e përdor në zgjedhjet e 11 majit. Pas zgjedhjeve faktohet një mashtrim i vërtet. Nuk po ju mundësohet pensionistëve të përballen me çmimet stratosferike që rriten nga java në javë nga muaj në muaj. Në këtë kuadër, lideri demokrat përmendi edhe fermerët si një tjetër kategori të prekur nga rritja e çmimeve, duke propozuar përjashtimin e tyre nga taksat mbi karburantin si një mënyrë për të mbështetur prodhimin vendas. Në përfundim, Berisha e lidhi zgjidhjen e situatës me reagimin qytetar, duke bërë thirrje për pjesëmarrje në protestën e 17 prillit si një formë presioni ndaj qeverisë për ndryshim të politikave ekonomike. Përplasjet mes majorancës dhe opozitës janë thedhuar në konferencën e kryetarëve për çështjen e komisioneve hetimore. Kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi e cilësoi rrëzimin e kërkesave si cënim të parlamentarizimit. Nga ana tjetër, Tauland Balla deklaroi se kërkesat e opozitës janë pa objekt të qartë dhe pa vullnet për dialog. Debati mes majorancës dhe opozitës për funksionimin e kuvendit është rikthyer në qendër të vëmendjes pas rrëzimit të njësër kërkesash të opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore, nisma ligjore dhe emocionet në debat. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi e cilësoi këtë situatë si një goditje ndaj vetthelbit të parlamentarizmit, duke theksuar se pa këto mekanizma, kuvendi humbet rolin e tij kontrollues ndaj qeverisë. Majoranca vendosi të rrëzojë dy kërkesa për ngritje të komisioneve hetimore kërkuara nga jo më pak se 1/5 e deputetëve dhe gjithashtu zhvillimin e një mocioni me debat mbi raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit sa i takon klimës së investimeve në Shqipëri. Bëhet kërkesa e 5 për ngritje të komisionit hetimor pas rrëzimit të 3 parave që majoranca me vot politike pengon opozitën të kryej kontroll parlamentar. Bëhet mocioni i 7 me debat që refuzohet në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, një e drejtë që rregulloria ja nje deputetëve të opozitës për të kërkuar debat mbi një çështje që ka interes për publikun. Në 6 muaj funksionimi të kësaj legislature, asnjë mekanizëm kontrolli ndaj ekzekutivit nuk është pranuar nga majoranca. Në anën tjetër, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla kundërshtoi akuzat e opozitës duke deklaruar se kërkesat për ngritjen e komisioneve hetimore nuk kanë objekt të qartë dhe nuk janë të mbështetura në argumente konkrete. Duhet të respektojnë disa parime. Është vërtet që një parim i parë është parimi i së drejtës së palës kërkuese në rastin fjalë të pakicës parlamentare, por se kjo kërkesë dhe përmbajtja e kërkesës duhet të shikohet në këndvështrimin që ka kufizime sa i përket përmbajtjes, pra që ato duhet të jenë në përputhje me kushtetutën, që komisioni hetimor të mos mbivendoset me pushtetet e tjera dhe këtu i referohemi pushtetit gjyqësor, dhe që kërkesa të fokusohet në një çështje të veçantë. Mosdarkutësitë mes palëve u thedhuan edhe më tej në lidhje me ndryshimet e propozuara në rregulloren e kuvendit. Majoranca kërkoi që këto ndryshime të futen në rendin e ditës për shqyrtim, ndërsa opozita kundërshtoi duke argumentuar se nuk ka urgjencë për miratimin e tyre pa u bërë më parë publik vendimi i gjykatës kushtetuese për këtë çështje. Ndërkohë, tensionet politike u reflektuan edhe në masat disiplinore të marra nga Sekretariati i Etikës. Deputeti Flamur Noka u përjashtua për 20 ditë nga aktivitetet parlamentare, ndërsa deputetja Elda Hoti për 10 ditë. Pas përplasjeve të ndodhura në seancën plenare të së njëjtës, për deputetët Albana Vokshi dhe Tauland Balla nuk u mora si masë ndëshkimore. Situata dëshmon për një klim të tensionuar politike në kuvend, ku mungesa e konsensusit po vështirëson funksionin normal të institucioneve dhe dialogut mes palëve.
Blegtorët protestuan përpara Ministrisë së Bujqësisë kundër heqjes së naftës nga skema kombëtare e mbështetjes. Ata kërkuan rritje të subvencioneve dhe barazim me vendet e rajonit, duke denoncuar vështirësi të mëdha ekonomike. Protesta u shoqërua me tensione, ndërsa fermerët kërkuan zgjidhje të menjëhershme nga qeveria. Heqja e naftës nga skema kombëtare e mbështetjes ka nxjerrë në protestë blegtorët, të cilët u mblodhën para Ministrisë së Bujqësisë për të kërkuar ndërhyrje emergjente nga qeveria. Ata ngritën shqetësime se sektori i blegtorisë po përballet prej vitesh me vështirësi të mëdha ekonomike, ndërsa çmimet të ulta të grumbullimit dhe qumshit po i çojnë drejt falimentit. Blegtorët theksuan se 1 litër qumësh blihet nga fabrika me çmime më të ulta se 1 litër ujë, duke e bërë të papërballueshme vazhdimin e aktivitetit. Ata kërkuan rritje të subvencioneve dhe mbështetje të drejtë për drejtë financiare në nivele të krahasueshme me vendet e rajonit. Ne të blegtorisë kërkuam ngritjen e subvencionime. Nuk ja dalin dot me ato pak lekë që na japin këta për subvencionet. Nafta se ulët. Qumshi juaj na konkuron. Kërkojmë mbylljen e importit. Qumshi jonë dhe ngritja jonë nuk është vetëm për neve, është edhe për fëmijët tuaj, për fëmijët e atyre, për fëmijët e gjithë neve këtu. Nafta është ngret, plerat janë ngret, çmimi i qumshit ka ra. Ne po na myt malli importit, sepse ato subvencionojnë më mirë se sa shteti shqiptar. Nuk kena ardhur për politik, kena ardhur për drejtat e fermerëve shqiptar. Sepse po na zhdukin nga Shqipëria realisht. Nëse ministri nuk di të bëjë llogarit, të japi ndërheqjen ministri i Bujqësisë. Përmes një shkrese zyrtare, fermerët paraqitën një paketë me 10 kërkesa konkrete, ku ndër kryesoret janë subvencionet me mbi 20.000 lekë për çdo krergjethi dhe 10.000 lekë për viçat. Një tjetër kërkesë e përsëritur mbetet vendosja e një çmimi mbështetës për çdo litër qumësh për të garantuar mbijetesën e sektorit. Kemi 7 deri 8 herë më pak subvencione se vendet e rajonit. Me këtë duhet të konkurrojmë ne. Si mundet të konkurrojmë me vendet e rajonit kur ne nuk kemi një subvencion të njëjtë me vendet e rajonit? Si mundet t'i konkurrojmë ata kur vendet e tyre subvencionojnë më shumë dhe taksat dhe prodhimet e tyre që vinë në Shqipëri nuk ka një taks të përcaktuar. Përfaqësues të blegtorëve zhvilluan dhe një takim me ministrin e Bujqësisë dhe ministrin e Financave, ku diskutuan kërkesat e tyre. Megjithatë, pas përfundimit të takimit, situata u tensionua, pasi fermerët që prisnin jashtë shprehën pakënaqësi për mungesën e një zgjidhje të menjëhershme. Sa është për krylop? Serbi ka 1.700 euro. $120.000 lekë të vjetra për lop. Qa është 120.000 lekë të vjetra për lop? Tani ç'të bëjmë? Nëse ndryshojmë atë ligjin. Prit na pështyn surrati thuj. Po se bëjmë. Prit bash na pështyn tani. Pse nuk ka lufta për rajonin? Vetëm për shqiptarë. Pse ne serbi na shkel me këmbë? Pse? Na ka shkel 1 hektar, po na shkel prap. Pse? Ajo do të vetë kontrollin në total. 120.000. Po tani se është lufta, po thuj pra të vi, na pështysit të gjithë Shqipërisë këtu se na kanë pështyr deri tani, s'man më. Tani ne Protestuesit kërkuan jo vetëm mbështetje financiare, por edhe masa konkrete për mbrojtjen dhe promovimin e prodhimit vendas, duke theksuar se pa ndërhyrje të shpejtë, sektori i blegtorisë rrezikon të shkojë drejt kolapsit. Gjykata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi masën e pezullimit nga detyra ndaj Belinda Ballukut të caktuar më herët nga shkalla e parë. Mbrojtja argumentoi se masa ka humbur objektin pasi ajo nuk ushtron më funksionet publike. Ndërkohë me 9 prill pritet që gjykata e lartë të shqyrtojë kërkesën për heqjen e ndalimit të daljes jashtë vendit. Gjykata e posaçme e apelit ka vendosur të lërë në fuqi masën e pezullimit nga detyra ndaj Belinda Ballukut duke rrëzuar kërkesën e saj për ndryshimin e masës së sigurisë. Vendimi konfirmoi qëndrimin e shkallës së parë, e cila në dhjetor të vitit kaluar kishte vendosur këtë masë në kuadër të hetimeve që po zhvillohen ndaj saj. Gjatë seancës, mbrojtja e ish zëvendës kryeministres dhe ish ministres së infrastrukturës dhe energjisë argumentoi se masa e pezullimit nga detyra nuk ka më efekt juridik, pasi Belinda Balluku nuk ushtron më funksionet përkatëse publike, po ashtu avokatët theksuan se është i kaluar afati 3 mujor i kërkesës së bërë nga SPAK, duke kërkuar kështu rishikimin e masës së sigurisë. Megjithatë, këto argumente nuk u konsideruan mjaftueshme nga trupa gjykuese e apelit, e cila vendosi të mos ndryshojë masën duke e lënë atë në fuqi. Ndërkohë, betejë ligjore e Belinda Ballukut vijon në një tjetër shkallë të sistemit gjyqësor me 9 prill. Në gjykatën e lartë pritet të shqyrtohet kërkesa e mbrojtjes për heqjen e masës së ndalimit për të dalë jashtë vendit. Avokatët argumentojnë se nuk ekziston rrezik arrati
padrejtisjeje dhe se ajo ka shprehur gatishmëri të plotë për t'u përballur me drejtësinë dhe për të sqaruar akuzat ndaj saj. Gjykata e posaçme ka refuzuar kërkesën e Ilir Beqajt për zëvendësim të masës së sigurisë arrest në burg. Ish ministri kishte ofruar garanci financiare prej 20.000 eurosh, por kërkesa e tij nuk u pranua. Beqaj dhe bashkëpunëtorët e tij akuzohen për korrupsion me fondet e Bashkimit Evropian dhe për disa vepra të tjera penale. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të rrëzojë kërkesën e Ilir Beqajt për ndryshimin e masës së sigurisë, duke e lënë atë në arrest në burg. Ish ministri i Shëndetësisë kërkoi një masë më të butë, duke ofruar si garanci shumën prej 20.000 eurosh, por trupa gjykuese kundërshtoi dhe e konsideroi të pabazuar kërkesën në kushtet kur hetimi ndaj tij vijon dhe akuzat mbeten të rënda. Kjo nuk është tentativa e parë për zbutjen e masës së sigurisë në këtë çështje. Më herët gjykata ka refuzuar edhe kërkesën e bashkëpunëtorit të tij, Ermal Kurtulaj, duke mbajtur të njëjtin qëndrim për vijimin e paraburgimit. Të dy janë në hetim në kuadër të dosjes së njohur si Saspak, ku dyshohet për abuzimet me fondet e Bashkimit Evropian përmes skemave korruptive dhe procedurave të manipuluara. Ndaj Ilir Beqajt rëndojnë disa akuzat të rënda penale për fshirë, korrupsion pasiv, shkelje të barazisë në tendera, falsifikim dokumentesh dhe mashtrim në bashkëpunim. Po ashtu, ai akuzohet edhe për mosdeklarim pasurie në lidhje me zotërimin e 50% të kuotave në një subjekt privat. Hetimet synojnë të zbardhin mënyrën se si janë përdorur fondet dhe nëse ka patur përfitimet palishme në dëm të interesit publik. Paralelisht me këtë çështje, ish ministri përballlet dhe me një tjetër dosje të rëndësishme, atë të sterilizimit, ku prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka ndërmarrë masa sekuestrimi ndaj pasurisë që dyshohet se lidhet me të, përfshirë edhe një apartament. Këto hetime shtesë rëndojnë më tej pozitën ligjore të tij. Vendimi i fundit i gjykatës konfirmon vijimin e masës së sigurisë arrest në burg, ndërsa procesi hetimor pritet të vijojë në mbledhjen e provave dhe verifikimeve të gjitha rrethanave të çështjes përpara se dosja të kalojë për gjykim në themel. Ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu ka qenë këtë të martë në seancën e radhës për dosjen Gërdeci në gjykatën e posaçme. Mediu mohoi që akuzat ndaj tij të kenë qenë në lidhje me tragjedinë e vitit 2008 ku humbën jetën disa punonjës dhe qytetarë. Ai po gjykohet për shpërdorim detyra. Në një seancë të zhvilluar këtë të martë në gjykatën e posaçme, ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu ka marrë pjesë në gjykimin e tij për dosjen e njohur si Gërdeci. Ky proces lidhet me shpërdorim detyre në bashkëpunim dhe detyra e tij gjatë periudhës ku mbante postin e komanduesit ushtarak. Pas përfundimit të seancës, Mediu deklaroi se hetimet dhe akuzat nuk kanë të bëjnë me tragjedinë e vitit 2008, ku një shpërthim në një magazin municioni shkaktoi vdekjen e disa qytetarëve dhe punonjësve, si dhe dëme të mëdha materiale. Unë kam dhënë urdhër për kalim municionesh ndërmarrjes Meko, nga forcat e armaturës kalojnë në Meko, në zbatim të VKM-s 138 dhe të kodit civil. Dhe pastaj do të detyrat për bashkëpunim ndërmjet strukturës ushtarake dhe Mekos. Ky ka qenë urdhri. Urdhri për demontim përfshihet në kontratë, kontrata ka parashikuar detyrimet e veta, përfshihet në marrëveshjet me komandat e të Mekos dhe nëse do ishin zbatuar të gjitha ato që janë shkruar në kontratë edhe në marrëveshje, në bindjen time nuk do të kishte pasur një situatë apo një shpërthim tragjik si që ndodhi. Ai mohoi çdo përgjegjësi për ngjarjen dhe vuri në dukje se procesi gjyqësor është i kufizuar tek detyrat administrative dhe ushtrimet e përgjegjësive si ministër dhe komandues ushtarak, duke i cilësuar akuzat si të pabazuara. Gjykimi me Mediut po djeg rrugën ligjore ndërsa mbetet e paqartë se kur pritet vendimi përfundimtar nga gjykata e posaçme. Gjykata e posaçme thirri për të dëshmuar një grup deputetësh të Partisë Demokratike lidhur me kallëzimin ndaj ish-kryetares së komanduar të Bashkisë Tropoj Zyra Islamaj. Nga 10 deputet firmëtar, vetëm 4 u paraqitën dhe dëshmuan para organit të drejtësisë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar zhvilloi këtë të martë një seancë dëgjimore ku u thirrën për të dëshmuar 10 deputet të Partisë Demokratike, firmëtar të një kallëzimi penal ndaj ish-kryetares së komanduar të Bashkisë Tropoj Zyra Islamaj. Megjithatë, nga grupi i deputetëve të thirrur, vetëm 4 prej tyre u përgjigjen thirrjes së gjykatës. Në seancë dëshmuan Gazmend Bardhi, Elta Hoti, Xhelal Mziu dhe Bledion Albati, të cilët konfirmuan qëndrimin e tyre mbi kallëzimin e depozituar më herët. Deputetët deklaruan para gjykatës se kallëzimi penal është bazuar në një denuncim publik të bërë në media dhe se roli i tyre ka qenë institucional, duke kaluar çështjes për verifikim të organeve të drejtësisë. Ata theksuan se i takon prokurorisë së posaçme të vlerësojë provat dhe të përcaktojë nëse ka shkelje ligjore në këtë rast. Çështja lidhet me një procedurë tenderimi për ndërtimin e një ure pranë banesës së motrës së ish-kryetares së komanduar. Sipas dosjes hetimore të SPAK, dyshohet se gjatë zbatimit të projektit është ndërhyrë për të ndryshuar planin fillestar, duke përfshirë ndërtimin e kësaj
procedure që nuk ishte parashikuar në dokumentacionin fillestar të tenderit. Hetuesit dyshojnë se kjo ndërhyrje është bërë në mënyrë të parregull duke ushtruar ndikim mbi kompaninë zbatuese. Ndërkohë, për 6 deputetë të tjerë që nuk u paraqitën në seancë, mes tyre dhe Flamur Noka, mbrojtja vendosi të tërhiqet nga kërkesa për marrjen e dëshmisë së tyre, duke bërë që procesi të vijojë vetëm mbi bazën e provave dhe dëshmive të administruara deri më tani. Hetimet për këtë çështje vijojnë ndërsa pritet që prokuroria e posaçme të thellojë verifikimet mbi procedurat e ndjekura dhe përgjegjësitë konkrete të personave të përfshirë. Një vajzë 4 vjeçare është sulmuar nga një qenë në zonën e Lungomares në Vlorë duke pësuar dëmtime serioze. Mitura ndodhej me gjyshe në momentin e incidentit, ndërsa një qytetar ndërhyri menjëherë për t'i dhënë ndihmën e parë. Aktualisht ajo ndodhet në kujdesin e mjekëve dhe gjendja e saj paraqitet e stabilizuar. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në zonën e Lungomares në Vlorë, ku një vajzë 4 vjeçare është sulmuar papritur nga një qen i racës pitbull, duke pësuar dëmtime serioze. Sipas informacioneve paraprake, mitura ishte duke shëtitur së bashku me gjyshen e saj në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit, kur qeni e ka sulmuar në mënyrë të papritur. Si pasojë e sulmit, vajza ka marrë plag në pjesën e kokës, duke shkaktuar panik tek kalimtarët e pranishëm. Vendimtare në këtë situatë ka qenë ndërhyrja menjëhershme një punëtori në zonë, i cili ka dhënë ndihmën e parë duke ndaluar përkeqësimin e gjendjes së saj deri në mbërritjen e shërbimeve mjekësore. E mitura është transportuar menjëherë në spital ku po merr trajtim nga stafi mjekësor. Sipas burimeve, gjendja e saj është stabilizuar, por familjarët mbeten të ndronditur nga ajo që ndodhi, duke theksuar se incidenti mund të kishte pasoja shumë të rënda. Paraprakisht dyshohet se qeni ka qenë papronar, çka ka ngritur shqetësime serioze për sigurinë e hapësirat publike, sidomos në zona të frekuentuara nga familje dhe fëmijë. Pas ngjarjes, kafsha është neutralizuar dhe mbajtur nën kontroll, ndërsa pritet të merret në administrim nga autoritetet përkatëse dhe të dërgohet në një qendër të specializuar për trajtimin e kafshëve. Ngjarja ka rikthyer në vëmendje problematikën e qenëve endacak dhe nevojën për masa më të forta për garantimin e sigurisë publike në ambiente të hapura. Do të ecim me të tjera informacione. Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar nga kryeministri Albin Kurti që iniciativa për zgjedhjen e presidentit të paraqitet në formë të shkruar. Vetëm pas konkretizimit të propozimeve, PDK-ja do të shqyrtojë çështjen dhe do të vendosë qëndrimin përfundimtar. Ndërkohë Kurti ka zhvilluar takime me LDK-n për të diskutuar mundësinë e një kandidatit përbashkët që shmang zgjedhjet e reja. Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur kushte të qarta për kryeministrin dhe liderin e vetëvendosjes Albin Kurti në lidhje me procesin e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Sipas njoftimit të zyrës për mediat e PDK-s, Kurti duhet të paraqesë kërkesat dhe propozimet e tij për zgjedhjen e presidentit në formë të shkruar. Ky hap konsiderohet i nevojshëm për të rritur seriozitetin në trajtimin e çështjes dhe për t'i mundsuar partisë të shqyrtojë me kujdes iniciativën brenda organeve të saj. Në një përpjekje për të gjetur një zgjidhje, Kurti zhvilloi të hënë një takim me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhiku, ku diskutuan mundësinë e një emërtimi të një kandidati të përbashkët për president. LDK ka theksuar se mbetet e përkushtuar ndaj gjetjes së një rruge konsensuale dhe kandidatit që mund të sigurojë votat e nevojshme në kuvend, por pas zbuluar emra të veçantë dhe duke përsëritur se presidenti i ri nuk duhet të vijë nga vetëvendosja. Kurti ka pohuar se diskutimet për emra janë zhvilluar, por nuk mund të jap detaje publike për sigurinë për rezultatin. Kjo nismë e kryeministrit vjen pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila ka vendosur një afat deri me 28 prill për zgjedhjen e presidentit. Nëse deri atëherë nuk zgjidhet kandidati, vendi automatikisht shkon në një zgjedhje të reja brenda 45 ditësh. Aktualisht Kurti dhe partnerët e qeverisë disponojnë 66 deputet nga 120, sa ka parlamenti, ndërsa për të zgjedhur presidentin në raundet e para nevojiten 2/3 e votave së bashku me të njëjtin prani në sallë. Kjo situatë e ndërlikuar politike vendos presion mbi të gjitha partitë duke i shtyrë drejt kompromisit, ndërkohë që afatet ligjore po afrohen dhe mund të detyrojnë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme nëse konsensusi nuk arrihet. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 8 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave, si dhe rreshje shiu në disa zona lindore. Paraditja do të jetë me vranësira të pjesshme në shumicën e territorit, ndërsa në zonat lindore dhe juglindore priten rreshje shiu. Pasditja vijon me kthjellime dhe intervale me diell në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond.
deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 15 gradë Celsius. Tiranë, 13 deri në 20 gradë Celsius. Durrës, 12 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 20 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 20 gradë Celsius. Korç, 4 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 19 gradë Celsius. Sarandë, 13 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 8 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të pakta. Paraditja dhe pasditja do të jenë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:16 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica, 3 deri në 13 gradë Celsius. Podujev, 0 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj, 3 deri në 13 gradë Celsius. Pej, 1 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë, 1 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 16 gradë Celsius. Malishev, 4 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 1 deri në 12 gradë Celsius. Ferizaj, 3 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 12 gradë Celsius. Suharek, 4 deri në 15 gradë Celsius. Prizren, 3 deri në 13 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita bashkë. Miru takofshim në edicionin e ardhshëm.